në Europës, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, kryetari i delegacionit që i vizitoi Shqipërinë në zgjedhje, në raport e tij rekomandoi, në Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti. Pra, në Shqipëri zgjedhjet i bëri shteti kundra partive. Ishin farzë dhe nuk ishin zgjedhje. Tjetrin Parlament Evropian, në Shqipëri, krimi organizuar nuk lejon rotacion në pushtetit. Jam mirënjohës shumë këtyre burrave, të cilët i thanë në aulat më të shquara të Europës të vërtetat që ne mbronim. Miq, tani thash jemi 35 vjet parti. Mund të mos ishim. Mund të kishim pësuar fatin e të gjitha partive tjera, por jemi fal besimit të shqiptarve. Jemi se qëndruam të pamposhtur. Jemi në prag të një misioni të ri, mision vendimtar për fatin e Shqipërisë dhe të shqiptarve. Ju keni ndjekur sigurisht denoncimet tona. Unë mund të them se vjedhjet dhe shifrat e vjedhjeve të kësaj qeverie te i kalojnë çdo lloj imagjinate. E ndigjuat 300 apartamente. Ajo lubia që shkonte për sigurua buken si babysitter në rrugë të Athinës. Tani kthehet dhe u vjedh, babysitter është gjë e nderuar, kthehet dhe u vjedh shqiptarëve 300 apartamente. Si ja u vjedh të do thonë, ja u tregoj tani, pristi. Mire ti, ndërtoje ti këtë rrugë me këtë çmim. Kaq milion do mi kthesh në apartamentet që do ndërtosh. Kjo ishte, do më thonë, me 2 jahte, me 15 supermarkete. Kjo. Dhe tani, me qenë se janë gjithçka të ngërthyr me Ramën, me qenë se Rama në të gjitha këto është hajduti i parë, ai na thot ne, miq, ai na thot ne, që jo, nuk ja heq imunitetin, që jo ligji gjykata s'ka që bën, që jo ligji s'është për ne. Ky është provokacioni më i ulët që është bërë në 35 vite ndaj forcave demokrate. Nuk ka patur kur. Imagjinoni ju. Imagjinoni në qeverisjen tonë. Dilte prokuroria që e kishim dhe armike atë, si quaj, Ina Ramën, po ama kur nuk i shkon të kuj nërmend të mos hiqte imunitetin e ministrave apo deputetve, kur ajo kërkonte pavarësisht se ishte një armike e egër e Partisë Demokratike. S'bëj dysh. Vinte ministri, dorëzonte deputetin. Ndodhi me Ilir Meten. Ja montuan regjistrimin, në të cilën e vërteta se unë kisha shkresen, ky thot ish ministrit tjetër, i thot, shiko thot, ky Mertole, ishte një biznismen nga Elbasani, ka fituar gjyqin për një hidrocentral me një kompani italiane, ja mori italianes ky po. Dhe ky tani thot se nga mos zbatimi vendimit gjyqit, unë kam humbur 700.000 euro gjerë tani. Dhe Edi Rama me Filip Takullin e marrin dhe prej dhe ngjit shiritin dhe nxjerrin sikur i thot, unë kam marrë 700.000 euro. Ilir Meta, pa thënë asnjë fjalë prokurori, kur u publikua video, mas 2 ditë më ka ardhur në zyrë, më ka thënë tani, unë jap dorëheqjen. Jap dorëheqjen, dorëzoj dhe imunitetin, sepse natyrisht thot normale që prokurori do më thras mua, po unë si zëvendës kryeministër nuk shkoj tek ai. Unë do shkoj si qytetar i thjesht, unë jam i pafajshëm, por këto nuk e faktoj si zëvendës kryeministër,
po do e faktoj qytetari thjesht. Tani, urdhoni standardin e hajdutëve. Ju kemi vjedh, jam kryeministër, ju kam vjedh, do t'ju vjedh. Absolutisht do të përmbysim. Si që kemi përmbys shtatorin e Verhoç, do përmbyset Edi Rama. Këta miq kanë kaluar në akte nga më të pandodhshmet në Europë, përveç se në diktaturat e dikurshme të Afrikës. Ju më keni ndëgjuar mua. Sa herë kam laku emrin e Ergys Agasit. Çfarë del tani? A ishte zëvendës kryeministër në hije. Ishte kryeministër në hije. Pse? Sepse atë përdorte Edi Rama për shumicën e krimeve të tij. Akshi, ajo, i Albania, futet këshilltari, koordinatori i bandave, me 15 vjetor, me 1.000 euro regjistron biznesin EA Solution, me 15 vjetor, në arkën e ti, në konton e ti, 232 milion euro, pa asnjë shpenzim përveç rrogave të dy vende në sipërmarrje. 232 milion euro, pa importue as një majelapsi, pa shpenzue as dhe një flet format, vetëm duke paguar dy vetë në sipërmarrje dhe parat tuaja nga kopshti privati Edi Ramës në kontot e tij. Dhe kjo është vetëm njëra anë, rëmbime, pegmarrje, zhdukje njerëzish, që të gjitha. Ju konfiskua vera Edi Ramës, është Edi Ramës ajo. E mori, mirë e bukur, nga shtëpia ku konfiskua, nga magazina, nga qilari, ku konfiskua, e qojnë, është i filmuar, janë filmuar makinat që shkojnë drejt Lundër sipër. Pra, a ka provokim më të madh ndaj nesh se ky? Jo, nuk ka. Ky është një provokim i jashtëzakonshëm. Dhe ne, tani, jemi në këmbë, jemi më të vendosur se kur, thash dhe njerë, kur na kanë provokuar në shkallën më ekstreme, kemi ditë të tregojmë në mënyrën më të vendosur vendin, të gjithë atyre. Ndaj dhe ju garantoj se Edi Rama i ka ditë e numëruara, kohrat e numëruara. Se ashtu si thot edhe legjenda, keni parë, s'keni parë një i vdekur me të gjallë, të dy ata janë të vdekur politikisht bashkë me rilindjen e tyre, që është një strofull krimi edhe duhet të largohet nga historia. Ndaj dhe demokratë dhe demokratë të Korçës, qytetarë dhe qytetarë të Korçës, ju ftoj në emër të dignitetit tonë njerëzor, të dashurisë tonë për këtë vend, për këtë kombë që po rrokulliset si asnjëherë në historinë e tij, që po ecën drejt shurjes me këto përmasa largimin nga vendi, për këtë kombë që varfrohet në një kohë kur Shqipëria është nga vendet më të begata, më prallore me pasuritë e saj. Për trashëgiminë tonë, se edhe ajo ka vlerën, për familjen dhe vlerat e saj. Miq, ligji që miratoi ky bastardi George Sorosit
ligji që miratoi është ligji i shkatrimit përfundimtar të familjes. Të rinjt nuk e din, edhe s'kan pse ta din. Por në manifestin e Marksit, armiku apo gjëja më e keqe e planetit, sipas filozofit paranojak terrorist Karl Marx, ishte prona private. Post-marxistët kanë shpallë familjen dhe shpërbërjen e saj, ndryshimin e gjinive dhe shpërbërjen e tyre si qëllimin kryesor të një bote të ardhshme. Ndaj dhe kjo betej është një betej për familjen tonë, e cila ka mbajtur kombin nga shekullin shekull, nga mirëvjeçarin mirëvjeçar, dhe i detyrojmë një lloj sa Zotit ekzistencën tonë. Këtu nga Korça i deklaroi Edi Rams se dënimi yt është pakthim dhe është kapital. Dënimi yt politik është pakthim dhe kapital. Jep dorëheqjen se nuk ka forcë në botë që të mban më në pushtet. Jo. Se korçart, se tiranasit, se shqiptarët,